Përshëndetje miq të dashur. Shkojmë me videon e radhës. Xhavit Haliti, PDK-ja dhe Radojqiqi. Xhavit Haliti dhe PDK-ja e mbrojnë Radojqiqin. S'po kam fjalën për kështu miq, me të vërtet. Po shkojmë të ndëgjojmë videon, të diskutojmë bashkë. Kush ka mundësi me bë subscribe në YouTube, ja dishim për falmirës. Shkojna. BRTK-ja ka publikuar një video tjetër që komunikon me Radojqiqin, i thot miku im i madh. Pra, ai që ju thatë pak më lart që nga të dyja anët. Radojqiqi ka thonë për Xhavit Halitin, ky është miku im i madh. Për me kuptu më qartë. Shkojna. Radojqiqi ka komuniku me të gjitha, Radojqiqi ka punu në Kosovë, Radojqiqi ka marrë tendera, ka ndërtu shkolla, ka ndërtu rrugë, ka shqit kësizh, zhavar, ajo është bërë milioner në Kosovë, dhe parët i ka investu pastaj në Serbi. Ajo është qytetar realisht i Kosovës në orizinë nga Gjakova. A përshë sa bot me shfoll? Nuk thot po, ajo konë, po tash është terrorist, tash ka bu kështu, këto se përmen absolutikisht hiq. Gjatë tërë videos nuk e përmen, nuk e akuzon për kriminal. A përshëni mi që është në gjendje me bo Xhavit Haliti, dhe PDK-ja. Shkojna me që? Mendoj që të qenurit ose të folurit me Radojqiqin nuk tregon diçka që ai ka mujt me qenë në një spion. Sepse Radojqiqi nuk kam me fol me të bot, nuk besoj që ka mujt me konë shpion. Po shkojmë se është edhe shehulli, shkojmë? Qenë ai shefi zbulimit, as nuk ka qenë, që besoj që ka pas do interesa. Por Radojqiqi ka qenë figurë politike, me ndikim në listën srpska, me ndikim të Vučići, dhe kombinimet mund të ketë qenë këtë variant, që ky të ndikoj përmes Vučićit, përmes Radojqiqit, tek Vučići dhe Vučići pastaj des. Përmes tek Vučići, përmes Radojqiqit, përmes tane, po normal o Xhavit. Normal, për shta ka prua listë sërbe atë. 10 vetë. Në përmjes tyne, Vučići ka po darsën. Në përmjes tyne, Vučići ka pru 800 milion euro që ja ka shkep shqip forsave. Në përmjes tyne, ju keni po biznis me ta. Kjo është ta që s'po të lem ti me fol me qitë të këqijat e Radojqiqit. Radojqiqin tash e njef këtë bota. Po dhe që tash mos pas vepra me fol për Radojqiqin, unë nuk e di më kur ki me fol. Apo s'po gëzën me fol. Edhe ke mund me konë. Sepse miq, është shumë vështirë me fol për dikon kur të ka në dorë. Apo kur ta shkel rrota bishtin, është problem me shku. Që s'len. Sikuraj që ka në bob në zona halin, pa në shobre birë, unë përshej pas unë shën. Kjo është e njëtja me që. Unë nuk e di që sa në të videon, asë një fjallë nuk e tha për Radojqiqin që është kështu, apo është. Ha që ka konë i mirë, përse bëzojnë thojze, po qëfar mirë, ku ka shkat mirë, po që përse bëzojnë mirë, ka konë, si mas tine dhe PDK-s. E tash, mas i boj keq, pëse s'pe folin fjallë për të të keqe. Që qatë gjithë videos nuk e folat një fjallë të keqe për ta. Shumë jom kurioz me ditë pëse me që. Nuk besoj që edhe ju e një kurioz me ditë pëse s'pe folin një fjallë të keqe për Radojqiqin. Po shkojna miq që të ndëgjojmë edhe pak videon, sepse shumë interesante. Sjell problemet me listën srpska në institucionet e Kosovës. Po aludoj. Nuk e besoj që i po
ja qëlloj. Por, Edhe këta thot po aludoj, po mënoj se s'besoj që është kështu, domethënë, s'besoj që asi, po këta ka pikë pyetje. Jo sigurt. Shkojnë amis. me qenë se po flasin gjithë me aludime, dhe unë po aludoj se kështu ka mujt me qenë. Jo, Unë jo, gjithë në po flas me aludime. Albin Kurti po i thot që kinë kryt tonë, ky është Milan Radojići që ka bo terror në Kosovë. Plus, e ka pranu vetë. A e ka pranu vetë, ka në po, unë jam organizatori i saj pune. PDK-ja zdi sanë. Këtë aspekt falim PDK-ja, se unë falim PDK-ja, se kjo është i PDK-s, edhe këta e kanë bizniset bashkë. Se aty hina këja, LDK-ja. Shka diskutim, pa dami heq. Mirë po këtë rast, po flasë, pëse është Xhavet Haliti, edhe po më bërë shumë kërjesës, për asë një moment nuk për foli një fjallë të keqe për të mërë. Kjo është e që më bërë përshtypje. Shkujem? nuk kam pi kafe as me Radojićin herë, as me Vučićin, me këtë Shehodin. Shehodin. Por jam përpjek me pas informata çka po ndodh. Si çdo politikan që përpiqet me ditë çfarë po ndodh në Kosovë. A monin men, për të ke Albin Kurti, o më sërëni me Shehodin, bre. Bile ati Berishës, për të kësë arova që pat emnin bjen, Berisha më doket. E ati komandantit, se na ka bërë shumë komandanta burë, kryt na ka bërë veç komandanta. A monit kohë, tha, veç më sërëni me Shehodin me hodë, tha, mu më kryjnë punë bolta, veç me to, më sërëni me to, tha. Se kafër e me njës të e pitha me ta. Kështu që, shkujme edhe një refren, 2-3 milion të i ki. Jo, si, po e ki. Ki kapital edhe ti, ki. 2-3 milion i ki. Na tonë kemi ka pa. Jo, se ka po s'ka lidhje. Ki. Shumë ka e thët këtë fjallë se këj i ka bo. Edhe këtë tjetër i ka, Klan Serbia edhe këj ka, po këtë aspekt për lamë që si ka. Ama këj e thët i ki 2-3 milion. Këta këni një veç e shtova për me ditë, me qyshës fa një rërë. I ki 2-3, jo mi që a këni ka 2-3 milion. Unë për veti jo. Jo 2-3, po asë një. Kështu që miq, kjo ke video, kush ka diçka që atë ka me shtuhe, ja di për falmerë, në koment, unë korrigjoni, nëse këmë ka bu dikon, nëse jo, ja di për falmerë, për komentet mira, jo fyri, së si pranoj, i bëj blok, kështu që ma mirë më së lanë heq, edhe qështu është ma mirë, por ndryshe s'ka kuptim. Unë e mirë, jo mirë. Unë e mirë, jo keq, s'ka kuptim. Veç që bëj blok edhe mirë pashëm. Opozit, like share, opozit, ka 2-3 miliona, keni thona, jo. Se na pozita jo, valla. Mish, respekt, jeni ma të mirë. Mirë pashëm vizit të tjera.